paguar me taksa paguesit tanë, mori ka 3-4 milion euro, 4 milion euro në tokë, që shkojnë bën multimilion euro, dhe nuk pyesi për ne fare. Do vinë ditët e zgjedhjeve, do t'i bojkotojnë gjithë në rast të se qarë ku tipët, me 5 deputate që ka, nuk të kërë sot në parlament. Zërin tonë, dije se as majt, as djatë, Parti Demokratike, Parti Socialiste nuk të ketë më në njësinë vendore suq. As bashki, ishte kryetari i bashkisë ma përpara joni, i cili formosi, ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, ka qenë për ne, për gjithmonë për ne, por më në fund vullosi dhe formosi sot mira qytetarë të ndershëm, vinë sorollatën këtu. Derdhën për buxhet, shkojnë për gjykatën në prokurorinë e Peshkopis, se të rrethin e motit e bori copa, as prokurori, as gjykatë, as dreq, as bira, spitale, as kur qanë nuk ka. Ku jeni ju? Denisa, në vjen shumë keq, ne kemë mbështet, me zorin tëtë, ti e vetë me njëri i Partisë Demokratike që e ke gërë zorin, por në parlament do të gresh dhe të bësh një interpellant. Do të bësh një interpellant që ndes janë tarë Partisë Demokratike, në sot jemi të shgënjur nga klasa politike, nga çdo gjë. Firma Doma ka shku dhe sot të punoj, gjeti poshliqet që ne jatëm tu, a i po punon me fadromat atje. Policia ka shoqëruar 25 persona, ku janë djeke penale, shkojnë, edhe gjykata prokurori nuk ka rreth me motit, do shkojnë për Shkopi të lënë leshet e kokës. Prandaj ju lutem 140 deputetët të gënzoni përpara këtij oligarku që ka pushtuar rrethin e motit, ka pushtuar të gjithë institucionet shtetërore, të gjithë dhe nuk kemi këtë ashe. Ju faleminderit shumë. Bravo!